Po, Pedrita gjithmonë sa i përket prejonës kryesisë, gjithmonë kanë qenë, jemi mundu të jemi korrekt, mos them diçka që as është. Pas një diskutim që këto ditët e fundit lojtarët e klubit edhe ne si kryesi, domethënë kemi marrë gjitha premiat që i kemi fitu këto kohëve të fundit, qoftë për titullin kampion, qoftë për ndeshjet e Evropës, sigurisht edhe për ndeshjen me Shkëndijën do të ketë një super premie, andaj shpresoj që Sparit i fitojmë 3 pikë, se më thon drejtën shumë sinqerisht për këtë ndeshje përballë Shkëndijës, premia e gjithë neve është 3 pikë. Përpara aspektit financiar. Diplomatike, halal. Faleminderit. Nuk ka pas një lojtar, ta them sinqerisht, nuk ka pas një lojtar i cili ka menu ose ka bona e pyetje që ja kemi premi. Që dojnë me shiu këtë ndeshjen maksimum. Ja, kjo çështja gazetarëve se e kuptoj drejt çka po flet. Po, është e saktë. Unë pa diskutim që në çdo ndeshje të Evropës kemi pas premia, nuk diskutohet. Faleminderit shumë Valian. Vetëm na kamit me dhon premi edhe në humbje. Sepse për fitore, për barazim gjithmonë kemi dhon premia. Vetë në ditë na kamit atë që kjo pa e dhon, na shtatot me bo safe edhe na këtë barbune. Valian, faleminderit shumë.